Përshëndetje gjithëve, jemi në podcast, jemi në Radar, do të flasim për një tematikë që është shqetësuese për Bleona Matën, një ngjarje teje të rëndë, por duket se ka disa të reja. Për këtë do të flasim me avokatin Alban Duraj. Zotë Duraj, faleminderit shumë që jeni me ne dhe për ftesën. Ju falenderoj shumë për ftesën, është kënaqësi. Avokat, çfarë dihet lidhur me këtë ngjarje? Një ngjarje e rëndë siç e thamë. Është një ngjarje shumë e rëndë, pra ne në maj mbushet 16 vite nga humbja e të miturës, Bleonës, dhe akoma ne nuk kemi marrë një informacion të saktë se ku ndodhet Bleona, kush e ka rëmbyer, nëse e ka rëmbyer dikush, mundet edhe që ta kenë ekzekutuar apo edhe ta kenë vrarë. Këto janë pistat cilat organi akuzës duhet që ti jetonte. Prokuroria e cila ka qenë kompetente dhe ka pas të drejtë për ta hetuar ka qenë prokuroria e Kukësit, duke qenë se kjo ngjarje ka ndodhur në një territor të zonës apo të prefekturës së Kukësit, dhe për pasojë kjo prokurori ka pas detyrë dhe kompetencë që ta hetonte. Nuk e dim nëse veprimet hetimore janë bërë të sakta, që do të thotë nëse organi akuzës në bazë edhe në referim edhe të kodit procedurës penale a ka pasur mundësi që të hetojë të gjithë dëshmitarët cilët kanë qenë prezent, pra të miturat cilat kanë luajtur për herë të fundit me Bleonën, familjarët e tyre, prindërit, dyshimet që kanë pasur, që ka pasur nëna e saj lidhur me aludimet apo pretendimet se ajo mundet të jetë trafikuar për qëllime birësimi në Republikën e Maqedonisë së Veriut, dhe shumë pikpyetje të tjera të cilat ne na kanë bërë si qytetar, pra këtu tani po flas si qytetar, jo si avokat, por edhe si familjar dhe si prind, për një fëmijë të mitur i moshës 6 vjeç, i cili nuk është gjetur pas 16 viteve. Edhe pse ne kujtojmë që në vitin 2010 kur ka ndodhur kjo ngjarje, nëna e saj ka dalë në mënyrë të vazhdueshme duke bërë këtë çështje mediatike. Edhe pse ka pasur mbështetjen e medias, ende organi akuzës pas kaq shumë vitesh nuk ka dalë në konkluzionin final se ku është Bleona. Pra kjo është e tmerrshme, edhe pse ndodhemi në një botë ku janë të gjitha mekanizmat teknologjik, por edhe ligjor për të hetuar këtë çështje. Kështu që më vjen shumë mirë që në emision, pra kemi pasur një emision i cili merret me gjetjen e personave, pra emisioni pa gjurmë në Report TV, i cili pra ka qenë e pranishme edhe nëna e Bleona Matës, i cili ka marrë një sër lajmesh apo informacionesh të cilat mund të ndihmojnë në zbardhjen e kësaj çështje. Pra kujtojmë edhe një telefonat lidhur me informacionin se Bleona ndodhej tek një familje në fshatin Llakatund të Vlorës, të cilët e kanë, mendohet që e kanë trafikuar apo e kanë rrëmbyer Bleonën, pra këto kanë qenë dyshime që edhe nëna i kishte ngritur, sepse ka pasur konflikt vjeri i saj me babain apo me bashortin e çiftit. Pra këto janë aludime, pra ne thjesht jemi në kuadrin e aludimeve mediatike, por ende nuk kemi një vendim nga ana e organit të akuzës lidhur me këtë çështje kaq sensitive, çështje kaq të vështirë, e cila do të na sjellë shumë probleme edhe në të ardhmen. Se këtu nuk shtrohet çështja, kuptohet që kemi të bëjmë me një të mitur dhe ne urojmë që ajo të jetë gjallë, edhe nëse e ka marrë ndonjë familje që ka birësuar. Ky është lajmi më i mirë nga kjo histori e dhimbshme, edhe pse ka ikur larg familjes, nëna e saj ka kaq vite që e kërkon,
mendoj që edhe babai ka të njëjtën situatë, edhe pse ka ludime nga ana e nënës që nuk e ka kërkuar, edhe duhet të jetojë edhe aty prokuroria lidhur me dyshimin se mund të jetë babai një nga bashkëpunëtorët apo organizatorët e këtij rëmbimi. Këto janë përgjigje të cilat organi akuzës nuk duhet të priste, media nuk duhet të priste emisionet të cilat shumë mirë që zhvillohen dhe bëjnë këtë çështje sensitive në mënyrë që ta ngrejnë organin në lartësinë e dur, pra jemi pas kaq shumë kohësh edhe ende nuk kemi një përgjigje. Kështu që unë mendoj, duke qenë se nuk janë hetimet, nuk kanë qenë të plota dhe profesionale, dhe ne jemi mësuar se si bëhen hetimet, që do të thotë çështjet neglizhohen nga institucionet, çështje të cilat janë vërtet serioze, kemi zyrtarë të cilët janë të papërgjeshëm, duke filluar që tek policia kur ndodhi një krim, që shkon menjëherë në vendngjarje dhe merret me ruajtjen e provës materiale, që në rastin konkret mund të kenë qenë lodra të Bleonës, mund të ketë qenë gjurmë të saj, të cilat i ka lënë dhe kanë qenë në vendngjarje, tek dëshmitarët të cilët kanë qenë prezent, tek vendosja në përgjim të familjarëve, pra janë veprime hetimore të cilat nëse nuk bëhen në kohën e caktuar ose në mënyrë urgjente, atëherë këto çështje nuk zbulohen. Pra shumica e çështjeve mundet të zbulohet nga përgjigje telefonike, pra që është lehtësisht e bëshme. Mjafton me një shkresë urgjente, por me një email mund të zgjidhej nga prokuroria e Kukësit në prokurorinë e përgjithshme që ka pas kompetencë përgjimin e telefonave celular me numrat e caktuar, pastaj veprime hetimore tjetër lidhur me përgjimin ambiental. Kjo do të ndihmonte shumë. Ballafaqimet, marrja në pyetje të gjithë dëshmitarëve të cilët kanë qenë prezent, hetimi për sa i përket qelizave të telefonit, pra ku kishin shkuar familjarët apo pjesëtarë të tjerë të që jetonin aty në zonë, te kërkimet në pikën kufitare, pra ka një sër veprimesh të cilat janë mjete procedurale, të cilat janë të përcaktuara në kodin e procedurës penale dhe si të tilla ato duhet të shfrytëzohen nga prokurori që ka pasur në hetim të çështje. Pastaj janë gjurmët papilare apo gjurmët e ndryshme të cilat janë ndodhur kanë ndodhur në vendngjarje, pra nuk e di se si mos ke dal ende në konkluzion organi i akuzës dhe ne kemi kaq shumë kohë që nuk kemi marrë një përgjigje. Kështu që unë mendoj kjo çështje duhet që të hetohet nga prokuroria e posaçme, ku përveç se të hetoj personat të dyshuar nga familjarët, vetë familjarët patjetër që duhet të jetonte. Ne kemi pasur raste ku edhe familjarët janë përfshirë në krim, qoftë në rëmbim, por qoftë edhe në vrasjen e fëmijëve të tyre. Pra të gjitha hipotezat janë të mundshme dhe duhet që organi i akuzës këto hetime i kishte bërë. Dhe prandaj them që prokuroria e posaçme duhet të hetojë jo vetëm gjithë rrethin e subjekteve të cilët kanë pasur të bënin me Bleonën, kanë qenë të afërm apo familjar, kanë qenë në fshat, duhet që të jetojë, përveç tyre duhet të jetojë edhe të gjithë ata punonjës policie që kanë shkuar në vend ngjarje, pra janë procesverbalet kush e ka bërë kthyrjen e vendit të ngjarjes, oficerët e policisë gjyqësore, prokurorët që janë marrë me çështja, pra edhe këta duhet të jetohen në mënyrë që të kemi një hetim të plotë e të gjithë përfshirës, edhe pse kanë kaluar kaq shumë vite. Kështu që ka ardhur koha që krime të tilla uroj që Bleona të jetë gjallë, po edhe krimi është edhe rëmbimi, pra nuk është çështja se humbja e jetës apo vrasja, pra kjo është gjëja e fundit që unë mundet të më shkojë ndërmend, por që uroj që ky të jetë më pakta një rëmbim, por edhe kjo duhet
që të jetohet, sepse nëna e Bleonës ka kaq vite që e kërkon fëmijën e saj, pra i thon 16 vite. 16 vite janë breng për një nënë që nuk shikon bijën e saj. Zoti avokat, ju e thatë që asë kohë janë bërë hetimet e sunguara, kanë kaluar 16 vite, po kur jemi në këtë fazë, sa e vështirë është edhe nga struktura posaçme që ju e bëtë thirrje që të merret me këtë rast, që të bëjë hetime më thelluara, edhe pse i ka të gjitha mjetet më të sofistikuara, le të themi, të deri tanishme në Shqipëri për të bërë veprime të çfarëdo lloji. Sa e vështirë është kjo gjë, sepse kanë kaluar shumë vite nga vendi ku ka ndodhur ngjarja. Pikërisht, duke qenë se ka kaluar një afat shumë i gjatë, pra 16 vite që janë shumë, të paktën prokuroria e posaçme do të vërin përpara përgjegjësisë penale gjithë ata zyrtarë të cilët e kanë pasur kompetencë të hetojnë ngjarje, sepse problemi në Shqipëri nuk është tek qytetarët, nuk është te njerëzit e thjeshtë, nuk është ata që bëjnë ndonjë kundërvajtje penale apo qoftë edhe shkelin ligjin, apo kur kryejnë vepra të rënda penale, por problemi është që këtu në Shqipëri ligji vepron për qytetarin që mundohet të jetë korrekt, të jetë normal, të respektojë ligjin, po patjetër që jeta i ka të gjitha, qoftë edhe një kundërvajtje penale, qoftë edhe një vepër penale, që do të thotë vepra të cilat qytetari nuk e ka dashur të vijë pasoja, pra vepra të kryer apo vepra penale pa dashje, por jeta kështu e ka. Je me makinë, nuk e ke mendjen, shikon telefonin dhe mund të bësh një aksident. Pra, qytetarët kur vjen puna tek respektimi i ligjit për njerëzit normal, dënimi penal është maksimal. Pra edhe pse kodi penal ka lehtësirat e veta për politikë penale, që do të thotë kurse je i dënuar, kur je kryefamiljar, kur nuk e dashur që të vi pasoja, kur nuk e qenë i dënuar më parë. Pra janë një sër kriteresh lehtësuese të cilat nuk respektohen për një qytetar të thjeshtë. Kurse kur vjen puna për të fortë, për trafikant, për politikan, njerëz të fuqishëm, të cilët kanë lidhje me politikën, bandit e tjera me radhë, ligji nuk është i njëjtë. Pra, kjo është ai problemi që ne hasemi gjithë ditën. Dhe nuk është i njëjtë sepse kemi këta zyrtar, të cilët nuk e respektojnë ligjin apo bëjnë të fortë me ata të cilët janë normal dhe janë të dobët me ata që janë të fortë, sepse kanë interesa, pra mund kenë interesa lidhur me marrjen e parave, pra rishfetit, korrupsionit, kanë interesa sepse mund t'i bëjë një nder të saktuar, pra nderi mund të jetë në forma të tjera, pra nuk është me para, po është me diçka tjetër, kështu që përfitime direkt apo indirekt. Dhe në këto, më falni, dhe në këtë kuptim, prokuroria e posaçme ndoshta nuk e gjen dot Bleonën, sepse ka kaluar kohë dhe nuk kemi prova dhe gjurmë që ne prokuroria të hetojë me ekspertët e vet, por të paktën të vëri përpara përgjegjësisë penale këta zyrtarë të cilët nuk e kanë kryer detyrën. Ky është problemi më i madh që ne kemi sot. Pra, ende vazhdon prokuroria, ende vazhdon gjykata me mekanizma të vjetër, duke zvaritur qytetarët dhe duke mos respektuar ligjin, duke mos dhënë drejtësi për qytetarët të cilët janë normal, që do të thotë nuk shkojnë të kapin një gjyqtar, nuk shkojnë të kapin një prokuror për drejtën e tyre, sepse mendojnë që e drejta është e tillë. Dhe unë personalisht, kur kam çështje, i inkurajoj qytetarët që mos merren me këto gjëra. Që do thotë ne kemi ligjin dhe do shkojmë aty. Po nëse shkon me të drejtë, nuk mbaron punë. Pra, edhe pse bëre reforma drejtësi, edhe pse ne mendonim që prokuror të rinj, gjyqtar të rinj po vinë në sistem, kemi qenë pozitiv, edhe pse ka paga më të larta, prap vazhdon një mundësi e vjetër që do thotë qytetarët të cilët janë normal, janë të thjeshtë, qytetarë ligji nuk respektohet i njëjtë për të gjithë. Dhe prokuroria ndaj duhet të fillojë hetim të shkojnë përpara përgjegjësisë penale këta persona që nuk kanë bërë detyrën. Kjo do kishte një të mirë, pra të bënte një hetim të plot, por nga ana tjetër, të paktën këta do mbanin përgjegjësi, qoftë penalisht, po penalisht i bie që të mbajnë, sepse
minimalisht kanë shpërdoruar detyrën, nëse kanë bërë korrupsion patjetër dhe provohet, pra një sër akuzash të cilat tu bën çdo ditë, pra duke filluar nga zyrtarët, prokurorët dhe gjyqtarët. Dhe mendoj duhet vendosur, duhet të rikthehet neni i cili ka qenë në vitin 2007 për sa i përket dënimin penal, pra ka pasur dënim penal për vendimarrje të padrejta, qoftë te organi akuzës, që do të thotë një prokuror i cili çon përpara drejtësisë një qytetar që është i pafajshëm, pra pa prova të cilat nuk kanë vlerë, dhe nga ana tjetër një kriminal nuk e heton. Pra këto janë ato dy standarde të cilat ne na shqetësojnë si shoqëri dhe patjetër që duhet të ketë dënim penal për këta gjyqtarë dhe prokurorë që nuk respektojnë ligjin. Dhe sot ne përpara se të vinim në emision diskutonim që po ikin të gjithë, po na ikin miqtë edhe shokët. Pse po na ikin? Sepse janë mërzitur nga një administratë cila nuk e bën detyrën dhe nuk e bën punën. Po kur them administrata, sistemi gjyqësor është thëmbra e Akilit që rregullon gjithë sistemin. Nëse ne do kishim një administratë jo të mirë siç e kemi, përgjithsisht, po ka edhe ka pjesë të veçanta të cilat funksionon shumë mirë, aty ku nuk funksionon, atëherë do ishte prokuroria dhe gjykata që do t'i jepte zgjidhje qytetarëve, dhe ata do mbanin përgjegjësi. Por ne nuk kemi as prokurori dhe gjykat, as administratë, dhe këtu është bërë, domethënë, merr vesh i pari i dytë. Qartë, avokati ju thatë që ka pasur vështirësi në korrespondenca nga prokuroria e Kukësit drejt Tiranës lidhur me këtë ngjarje, por sa vështirë mund të jetë në rast se neve marrim të mirëqenë që fati Bleonës mund të jetë jashtë Shqipërisë, që të ketë korrespondenca me vendet jashtë për të bërë të mundur dhe gjetjen e saj. Ideja është tu që nuk e di, sepse unë nuk e njoh dosjen, që të them që po më kaq informacion se unë kam marrë nga media, arri në këtë konkluzion, por nëse e merr të çështje, prokuroria e posaçme i ka burimet njerëzore, sepse ne kemi Byron Kombëtare të Hetimit, e cila është një strukturë e specializuar, dhe këtu nuk është çështja që e ka pasur vështirësi. Vështirësia ka qenë thjesht tek dëshira. Unë kur thash ka vështirësi, vështirësia është tek ulja në kompjuter, urdhërimi i prokurorit, pra urdhëron oficerin e policisë gjyqësore që merr pjesë apo ndihmon tek hetimet që të bëjë një shkresë urgjente për përgjimin e numrave të telefonit celulare për raste të tilla. Por ka edhe me telefon, që prokurori merr direkt dhe kërkesën e çon më vonë, sepse ka veprime të ngutshme, të cilat ligji i lejon në momentin që ndodh një vrasje apo ndodh një ngjarje të tillë, me telefon njoftohet organi akuzës, jepen të dhënat apo ato numrat e telefonit të cilat janë të personave që futen në hetim apo në përgjigje në mënyrë që të kapet diçka. Dhe kjo është detyrë që ja ngarkon ligji, nuk është detyrë që po e bën se hajde duhet ta bëj se po i bën der, se nuk bën asgjë për der, por janë kritere apo detyra të cilat i ka kodi procedurës penale. Dhe në rastin konkret, këtë dosje, nëse e merr prokuroria e posaçme, do shikoj si ka bërë veprimet hetimore, nëse s'ka bërë gjë, sepse letrat aty janë. Pra vetëm thjesht kanë shkuar, kanë marrë në pyetje familjarët, siç bëjnë këtu që qytetarët bëjnë kallëzime për çështje madhore dhe këtu çështje nuk hetohen. Pra kanë pasur disa raste për dhunë ndaj të miturit, për dhunë kemi pasaj për dhunë në familje që apo për dhunë tjetër mes të rriturve, të cilët nuk kanë lidhje familjare, dhe në vend që të shkojë prokuroria të bëj sekuestrimin e provës, si prova e parë janë kamerat, e lë fare nuk e neglizhon, edhe pse avokati bën shkresë, i thotë që shiko, duhet të sekuestroni provat e këtij biznesi, duhet të merrni kamerat e atij kryqëzimi rrugë, pra prokuroria nuk i bën fare këto veprime hetimore. Pasi kalon afati, ato prova nuk mundet të sigurohen dot, sepse fshihen, pra biznesi ka me një periudhë caktuar që të mbajë të regjistruara kamerat, edhe ngjarja nuk zbulohet me dashje. Pra këtu
çështjet bën me qëllim. Kuptohet që ka ngarkesë, nuk po them, por kur ka ngjarje të rënda, duhet që organi i akuzës të veprojë në kohë, në mënyrë që ta zbardhë ngjarjen dhe autorët i vendosi përpara përgjegjësisë. Kur kanë kaluar kaq shumë vite, në çfarë gjendje është statusi i Bleon Amatës sa i takon dhe afateve? Është e zhdukur, person i zhdukur, si paraqitet dhe si njihet në gjykat? Tani në gjykat që konsiderohet i zhdukur nëse një nga familjarët ka bërë denoncimin, pra kalon afati pra kalon një afat i saktuar që nuk mund ta them dot me saktësi që ç'është e vërteta, po duhet kalojë një afat 2 vjeçar, mos gaboj, që nuk ka asnjë gjurmë dhe pastaj shkon në gjykatën civile, kërkon që ky person të konstatohet i zhdukur. Dhe aty është prokuroria e cila duhet të jetë prezent, pra të jetë person i tretë në këtë gjykim, pra bëhet një gjykim civil. Por kjo kërkesë bëhet nga personat që kanë interes, që në rasti konkret janë kujdestarët, që do të thotë njëri nga prindrit, nga motra nga vllai, pra ka radhë, varet se çfarë të afërmit ka apo familjar, të cilët interesohen për të kërkuar. Nëse nuk kërkohet, atëherë i bie që ky person ende, pra veprimet hetimore ende mundet që sepse besoj që prokuroria duhet ta ketë pezulluar, përderisa nuk po gjendet, nuk ka informacion, edhe i lën me vendimarrja është e pezullimit. Nuk mund që ti mbylli hetimet dhe të ketë një vendimarrje tjetër. Si rregull i biehet që ti pezulloj dhe në momentin që ka ndonjë informacion, atëherë qoftë nga familjarët, qoftë nga policia e cila normalisht duhet si rregull që të punoj nëse ka informacion, kuptohet ka edhe organe të tjera siç mund të jetë shërbimi informativ shtetëror i cili informon dhe prokuroria mund ta aktivizojë si çështje, ose duhet bërë kjo që ju parashtrova pak më parë, një kallëzim penal, por prokuroria e posaçme këtë mund ta edhe kryesisht mund ta ndjekë si çështje, sepse është bërë mediatike, ka folur nëna e të miturës, pra ka kaq kohë që ditë që flet lidhur me këtë çështje, edhe qoftë edhe kryesisht, kjo prokurori ka të drejtë që ta hetojë. Pra të shikojë gjithë mekanizmin dhe zinxhirin të cilët kanë bashkëpunuar në rrëmbimjen, në trafikimin e Bleonës. Pra, sepse i vetëm nuk mund ta bësh dot në një zonë aq të thellë, nuk mundet që ta bësh dot atë krim. Dhe një pyetje të fundit, avokat, a njihen praktika të ngjashme edhe kur ka kaluar kaq shumë vite që një person të gjendet për të dhënë edhe shpresë, pse jo? Patjetër që praktikat ekzistojnë. Që do thotë mundësia ligjore është. Nuk e di raste të tilla, sepse ky është rasti më i madh, por me çfarë kemi parë nga emisionet të cilat janë marrë posaçërisht me gjetjen e personave, ne kemi pasur humbjen e kontaktit me familjarët për shumë vite. Pra kemi pasur shumë të cilët janë larguar në fillim të viteve 90 dhe janë gjetur në vitin 2003-2004. Pra pas shumë viteve, apo 2006-2007, kur apo edhe qoftë edhe tani me një emision që ne e përmendëm, pa gjurmë tek Report TV. Pra janë mundësit, sepse tashmë informacioni është shumë i rëndësishëm, personat që mund të kenë informacion, mund të kenë dieni, por edhe vetë Bleona, pra ajo mund të jetë bërë një gocë e rritur, ndoshta shikon edhe këto emisionet dhe prandaj janë të mira dhe është një rol shumë i rëndësishëm i medias në këto raste, sepse ajo e shikon, mund të jetë në Greqi apo në ndonjë vend tjetër, është e rritur, tashmë mund të jetë 21 vjeçë ose 22 diçka e tillë, dhe ajo ka mundësi që të shikojë. Pra nëse edhe i parafrohen edhe tiparet, edhe mund të interesohet, sepse një nga hipotezat mund të jetë që ajo është birësuar nga një familje e cila e ka rritur si gocën e saj. Një fëmijë 6 vjeç, ndoshta nuk i ka ikur dhe memoria e tjera me radhë, pra ka qenë relativisht i mitur dhe do varet edhe nga fëmia edhe nga memoria që ka pasur apo që ka fëmia, kështu që ose ndoshta është mbajtur i izoluar.
pra është rritur, është martuar e tjera me radhë. Por këto janë mundësi shumë të mira që ajo t'japi një mesazh dhe të paktën të qetësoj nënën, prindrit e saj, të afërmit, por edhe të gjithë ne, se nuk është çështja e familjarëve, por çështja e gjithë shoqërisë sonë. Pra, sa të paaft jemi ne që nuk merremi me rëmbimin e një fëmie të mitur. Ndërkohë që raste të tilla mund të kemi pafund, por që nuk janë bërë mediatikisht apo nuk janë bërë mediatike. Qartë. Avokat Alban Duraj, faleminderit shumë që ishit me ne, faleminderit shumë për gjithë informacionet që ju ndat, por edhe mënyrë ligjore se si duhet ndjekur ky rast. Ishte hera parë që ishit në podcastin tonë Radar, por shpresoj shumë t'ju kemi përsëri edhe herë tjetër. Ju falenderoj shumë për mundësinë që më jepni dhe ju uroj suksese të mëtejshme. Faleminderit. Faleminderit ju.